Ka interesi ka kasi po pyet Abilekaj. A sepse është i rëntuar nga Edi Rama për të vërë. Po ta them unë. Jo, këto aty është jo, votat e pavlefshme përcaktohen me shumicë. Komisionerët e PD-s sot ky kanë numëruar votat e tua. Ato vota janë numëruar një herë. Dhe i kanë numëruar komisionerët e caktuar nga PD-ja. Po. Dakor? Dhe kanë bërë një vlerësim ato. Po. Tani të njëjtat vota i rivlerëson Iliri. Po jo Iliri pra. Se aty janë disa punonjës të KQZ-s. Ata ruajnë janë rrotarë të KQZ-s që vlerësojnë ato vota. Ta shpjegoj se si ndodh. Dhe atje janë 5 antarë të kasit, 2 prej të cilëve kërkuan që të hapen këto kutit. Po që merret vendimi për vlefshmërinë e votat me shumicë. Jo, bien dakord ata të 5 që këtë model vota do ta qenë vlefshme, këtë model vota do ta qenë pa vlefshme. Shu bien dakord ata. Jo, është me shumicë votash aty, nuk bien dakord. Kanë si KZZ-m dhe ato kanë rënë dakord për kryqin jashtë kutisë është njësoj, si për PS-s si për PD-n. Shiko, ato vendim hapen kutit. Tani, një sekond. Kjo është e pavlefshme vota jote. Ato vendim që kanë marrë. Për ty, disa vota janë të vlefshme, disa janë të pavlefshme. Për ata të 5 atje, mund t'jetë dhe e kundërta. Por janë ata që e vlerësojnë. Po, vendimi që është marrë për bri emrit që i kanë gjetë pavlefshme, pavarësisht që unë e kundërshtova, unë morë një vendim, s'ka asnjë lloj problemi. Por unë nuk isha dakord të lutem. Nëse është vendosur që kryqi duhet jetë brenda kutisë, brenda kutisë. Dakord. Nëse ti ke kryqin jashtë kutisë, nuk do të quhet vlefshme. Dakord. Dhe ky standard është përdorur njësoj për të gjithë. Po, për këtë kemi rënë dakord. Unë s'isha dakord për kanë vendosur. Ndërsa sot çfarë ndodhi? Vota cilët ishte e pavlefshme për mu, për ty ishte e vlefshme. Vota tjetër e njëjta ishte e vlefshme për atë e pavlefshme. Pra unë kërkoja standardin. Dhe atje, jo komisioner, nuk i bëjmë komisioner. Standardin e caktojnë ata të 5. Jo pra, jo, nuk e caktojnë dot as në studio, as jashtë vizës. Jo pra, nuk mund të bëhet për njërin ndryshe për tjetër ndryshe. Jo, janë njësoj ato, nuk janë për njërin ndryshe për tjetër ndryshe. Jo pra, po unë i konstatova dhe i kam... Po ata 5 kanë caktuar që Ministri i Brendshëm ka 250 vota që nuk i takojnë. Zoti Rakipi, një sekond. Tani komisionerët, se më the, jo më fal një sekond. Edhe sikur ta bëjnë gabim. Kjo quhet thjesht gabim teknik ose vlerësimi gabuar i KZZ-s. Jo, shiko edhe një herë. Kujtje dhe. Edhe një herë. Jo, ma dha mua, pse se ka dhënë aty sipër? Ishte jashtë kuadratit pak sipër teje. Pse se ka e sipër po e ke ti? Edhe një herë. Kjo ma do bëjmë të këtë janë zgjedhje. Jo, edhe një herë. Jo, tani janë për zgjedhjet, janë të lira apo jo? Për të keni dalë një votë janë dërshme. Mos më rruhet për policinë, thua, vjen policia aty, thot kam respekt për ju. Ata ta shpjegoj edhe këtë. Mirë. Thua, je në SPAK atje të ka akuzuar SPAK-u se zove denoncim, të akuzoj ty, po unë do i qoj juve në SPAK-u, thua atyre. Kujt? Ta je komplet. Kujt? Të tyre të KZZ-s. Po, ma le ta shpjegoj unë? Pra ti, a e njeh të SPAK apo se i në SPAK? Kur SPAK-u të akuzon ty, të thua SPAK-u që PS-s. Kush ka thënë që është SPAK-u i PS-s? Po ti jo, po kur ketar nga SPAK-u? Jo, nuk kam thënë se është i PS-s. Po të kemi djuar gjithë. Jo, e ke gabim, gjeje edhe ma thuaj. E ke gabim. Po ti e ke thënë, unë qohë denoncim dhe edhe më akuzojnë mua. Jo, e ke gabim, po unë kam shpjeguar. Është sulm politik në ajmeje. Po pa tjetër. Po jo i PS-s, nuk kam thënë se është i PS-s. Po kush sulmon politikisht ty? Zotëri, jo, dëgjoj edhe njerë, që të më dëgjosh, sepse është kollaj... Për mua, unë fut ju betejës politike të partisë tënde. Po, betejës politike... Nuk ke shumë talent si politikan, më mirë vriu aty shërbeje sa i Faleminderit shumë për konsideratën. Se sa të bësh të gjën. Faleminderit shumë për konsideratën. Sepse me këtë gjën ti vetëm sa turbullon njerëzit, nuk bën asgjë tjetër. Unë të falenderoj për konsideratën dhe... Se është merre me ne tani, kush vota aty, një muhabet kot. Jo, më nësë është muhabet kot. Më të gjë pra opinionin tim, me qenë se... Që unë të falenderoj shumë për lidhe me jam apo se jam politikan, unë rrath parë jam qytetar. Dakord, më dha, është opinioni jotë. Unë jam qytetar, jam njeri, në rrath parë. Ashtu që ju mund të kemë rezerva edhe për ju mund të mos jesh një gazetari mirë në krahasim me Ylli Rakipin. Po unë nuk i jap opinionet të tilla. Po. Por rëndësishme është që unë këtu jam, më fal, e rëndësishme që unë këtu jam për votën që është tjetërsuar. Dhe unë edhe për një votë, që është aq qaraman, sa nuk do të di njëri. E ke gabim, jo. E vetëm për treguar këtu se kush ka shkuar viza e votës. Çiko, unë mos na vono kot, është muhabet kot ky. O zotëri, unë s'ka marrë. Nuk na intereson fare se ku ka shkuar viza e votës tënde. Çiko, a ka mundsi mos më ndërpresësh? Kur të flasësh ti po të dëgjoj. Ta bëjmë me respekt njëri tjetrit. Kot, se dëgjoj gjëra që s'kan asnjë. Po më edhe kot dëgjoj se ju jeni burrat më dhe po. Edhe unë të flas kot një herë më dëgjoj kot me qenë se më keni thirr. Kurse ty të dëgjojmë plot, po më dëgjoj kot pak. Shiko zotëri, unë këtu kam ardhur dhe kam një mision timin personal, që është
çdo votë duhet shkoj atje ku e ka dhënë qytetari. Jo ta tjetërsojnë. Vija apo nuk është vija, mu nuk më intereson fare. Aty nuk bëhet fjalë vetëm për vijen. Aty bëhet fjalë që gjithë procesi në total është i manipuluar, janë përdorur parat e korrupsionit, është përdorur krimi, janë përdorur bandat, është kontrolluar gjithçka, nuk ka qenë një garë dhe pastaj vazhdojmë dhe te numërimi votave. E njëjta skem, unë kam quar prova. Dhe provat e mia kanë dalë me zë dhe me figurë se si është tjetërsuar vota. Qoftë edhe një votë, unë do ta ndjek që të shkoj atje ku e ka dhënë qytetari. Pastaj, sa politikan jam unë, më vlerësojnë qytetarët se më kanë votuar 7.000... Ngritëm tonet të gjithë dhe... Jo, më kanë votuar... Të lutem. Unë është bimë politikë. O, zotëri, unë s'ka marrë për politikë, ka marrë për çdo votë. Jo, më s'ka marrë për handën tim. Mos të vidhen. Unë jam votuar që ta dini nga 7.269 qytetarë të lirë që kanë votuar për Aslan Dogjanin. Dhe u kam një detyrim ndaj atyre njerëzve dhe shumë votat të tjera të cilët janë manipuluar. Unë nuk e bëj vetëm për vetë, e bëj edhe për Blerina Gjylamedin. Unë e bëj edhe për socialistët. Ky është qëllimi im. Po, unë e di që sy në parlament. Për ato që duhet flasim. O zotëri, mu ma dhatë fjallën, keni drejt me ma hek, unë nuk e marrë fjallën me zërë më vla. Qose do me folë, unë s'po flasë. Do kalem në një pjesë tjetër... Po mirë, mirë. Jo më kotër, shok kryova apsirë. Me qenë se më keni thirë, më të gjoni, edhe pse flasë edhe kotë që i duket që ka burat më dheja të ndoshta duken, jo politikani madhun, po këto fjalë me të gjoni, sepse unë jam i votuar. Jam i votuar nga 7.269 persona, qytetarë, të cilët unë duhe çdo votë që është vjedhë të shkoj atje ku e ka dhënë qytetari dhe të majnë përgjegjësi ata të cilët e kanë manipuluar vota. Aslan, kjo e qëllimi im ylli. Po themi, këto nuk të kundërshton Antoni ty. Këto që rendite tani. Por ne po flasim për një problem të thjeshtë. Politikanët përgjithsisht kanë një problem shumë të madh me ne, me median, nga që ndryshojnë etikat. Ti ke një etik tjetër, ne kemi një etik tjetër. Unë jam i drejt për drejt, zotëri, unë çfarë mendoj e them. Etikat janë të ndryshme. Ti u flet njerëzve, mua nuk më intereson se s'marr vot nga njerëzit. Ti merr vot. Tani... Ose bëj për vot fare, unë tani... Jo, tani e thot bota këtë është në teorinë... Unë e bëj... Në teorinë... Që mos ketë nesër, ndikoj sa do pak, mos përsëriten këto gjëra më burë. Shiko, jo. Ne po themi një gjë shumë thjeshtë. Jemi në një moment konkret. Dhe po të pyesim, jemi të rinumërimi si proces. Se ky është një emision që bëhet 2 herë në javë. Emisioni ynë. Dhe tani dhe jemi të në rinumërimi. Do t'i di shqe pa hapi sistemi. Jo sekond të lutem. Flasim për rinumërimin. Po ikëm nga njëra deg në tjetër, kur unë të pyes për rinumërimin, ti nuk më thua, më kanë vjedhur 583 vota. Ja ti them. Më kanë vjedhur 820. Ja ti them, për çdo qendër votimi. Dhe kush e ka vjedhur? Po. Ja ti them, do ti them për çdo qendër? Po. Ta hapi sistemin. Edhe ti them unë për çdo qendër? Po ai ke mbledhur gjitha të çdo qendre. Por janë sistemi ylli. Janë sistemi ylli, janë sistem gjitha, mund t'i shikosh një për një. Nuk ka vlerë për zgjedhjet sot abileka. Patjetër nuk ka vlerë për rezultatin, e vërtetë është. Shumë drejt. Po unë jam për rezultatin. U fut në kuti vota, çeku apo u fut në kuti çeku. Kjo është më bet që askasi nuk ka nerva të merret. Jo më të merremi në studio këtu. Po mos më thirrni ata pra. A u votën zgjedhjet në këtë vend apo jo? Se që ka ndodhë me çekun ku që ka emrin e Aslan Dogjanit, apo të një tjetri. Po zotëri, mos më thirrni pra më vlla, ju më keni thirrë, me më pyet për rinumërimin, unë përgjigjem. Zgjedhjeve, jo për cilësinë e çekut të votës. Jo më edhe për zgjedhjet të flaste pak preçi ka që kur e kemi filluar. Qose ju më thirrni, unë vije flas, mos më thirrni, nuk flas. Por për ato që kanë vlerë, jo për to. Por zotëri, ç'a flas unë për ato vlerë kanë për mua. Edhe për qytetarët. Atëre, derisa preçi të thot diçka për këtë dhe ne ti ikim këtij problemi, unë dua nga ju ti mbledhësh ato me tabelën këtu në... Po që do mbledhë 5 vota mangut ka? Jo mëre, po ti mbledhë gjitha, po ti mbledhë gjitha. A do ti mbledhë? Ka nevojë për matematikë, me i kanë nxjerrë sistemi ato. I ka sistemi gjitha, bravo. 5 vota ke mangut. Tani po. Po mirë pra pëtësh. Po mund të kesh edhe 15 kur të mbarojnë gjithë. Atere më mirë të merresh me gjitha këto të tjera të ti, dhe të mos merresh me këto 5 vota. O, Ylli, nuk është ashtu me dhe një votë. Ylli, për mu një votë është shumë rëndësishme, Ylli. Një, vetëm një. Por e vërteta është që këta po bëjnë një mekanizëm për të hedhë hyjë shqiptarëve. Çfarë do të thotë? Ore janë vjedhë 21 vota në një qendër.
Tani thot, ti nxjerr pavlefshme ky dhe ti ul ata, ti janë 10-5, e kupton se çfarë skeme përdorin. Unë kam një parim ku më thrasin, unë flas. Jam i drejt për drejt dhe po doni herë tjetër që të mos flas, mos më thirrni. Unë jam ndër të parët që kam filluar të marrë vesh, kam kërkuar që liria e fjalës të jetë për gjithë, edhe këtë kërkoj edhe sot. Kështu që jam këtu, jo për ndryshim rezultati, jo për Aslan Dëgjanin, por unë vlerësoj votën gjën më të rëndësishme që ka njeriu, sepse nga vota fillon zhvillimi i gjithë shkaje. Nga vota kemi politikan më të përgjegjshëm, ka llogaridhënie, ka transparencë, edhe ka siguri, ka ekonomi, sepse kur vota vjedhet, politikanët nuk duan me ditë më për njerëzit sepse i vjedhin prap herën tjetër. Është misioni i çdo qytetari shqiptar, edhe i medjes, që të bëjmë gjithçka. Tani gjitha kjo. Jo, një sekond, të bëjmë gjithçka. Po jemi në fushat elektorale. Ne të kemi thirrur që ti të flasësh për këtë problem. Po, nëse ti unë edhe votat i nxorra, tani po dush po t'i them se sa më janë vjedhur. Sa janë vjedhur? Po isha duke nxjerrur dhe po t'i them me qendra votimi. Në qovë se, ja, për shembull, 158802 5 vota. Dakord? 2078 3 vota. 1520 3 vota dhe me radhë dhe gjithsej sa janë ose? 5. Ja dhe pak. Mësoni matematika ti, po doni mësoni matematikën, nëse se dini, shkupeni në kurs, sepse janë shumë vota. Sa janë në fund? 5 vota, janë duke ja treguar nuk është matematikë, aritmetikë. Për çdo që edhe aritmetikë, mësoni. Këto kanë ngecë, Ylli, kanë ngecë që Rezultati unë do të resi ti të flasësh të lutem, unë jam edhe për një votë, por gjithmonë për temat që ne kemi. Po për votën po flasim. Unë për një votë kam marrë këtu dhe du që nesër mos përsëriten këto gjëra që në Shqipëri të bëhen zgjedhjet lira të ndershme, sepse thash gjëja më e rëndësishme është vota. Unë këtë e vlerësoj. Nuk e kemi thënë që bën të lira të ndershme. Unë këtë e vlerësoj dhe ju mund të mundni sepse jeni shumë më atje. Jo, mund të mundni. Po patjetër duke mos Abilekaj, më shumë se unë nuk ka qëllim. Unë ky javë do të flas drejt për drejt, sa herë unë as fyj njeri, as nuk shaj njeri, përkundrazi. Unë respektoj medjen, ju respektoj gjithëve ju. Jo Aslan Dëgjani. Më keni thirr, unë u thash kam ardhur për të bërë pamundër që nesër mos vjedhet vota. Zoti Dëgjani, ne u përpoqëm. Dhe kush ka vjedh votën më përgjithësi? Jo Aslan Dëgjani, por Partia Demokratike vuri gjithë të energji, harxhoi gjithë të energji kot. Jo, s'është kot, për një votë shumë e rëndësishme. Ti mendon plot, dakord? Shumë e rëndësishme. Për këtë punë Partia Demokratike ka bërë shumë mirë që të mos vjedhen nesër votat. Mendimin tënd ne po e respektojmë. Fatkeqësisht po vjedhen dhe në kas, sepse po vendosen votat e vlefshme po konsiderohen pa vlefshme. Po bëhet e njëjta skem. Prandaj unë nuk kam marrë për ndryshuar rezultat, as për të bërë deputet kam marrë. Padyshim, s'kemi asnjë gjë. Dhe në përmet ju shpërcjellim mesazhin që të votat mos vjedhen. Njerëzit në studio thonë që këto energji mund të harxhoheshin për një punë më me interes. S'ka më interes se kjo. Ti e mendon që kjo është një punë me shumë interes, dakord? Më të rëndësishme. Të na lërë ne të mendojmë ndryshe. Ne po themi këtë që s'ka ndryshuar gjë, pastaj çdo votë. Se nuk ka ndryshuar ndonjë gjë do të preçi. Jo, po çdo të gjitha këto numërime nuk u ndruajnë deputet. Patjetër, jam dakord në një gjë. Çdo votë duhet respektuar. Duhet respektuar çdo votë, preçi po të thotë. Mund të jetë një mësim për ata komisionerët që në zgjedhjet e ardhshme mos të jenë më të kujdesshëm, po këta duhet të adresohen.